hudhra dhe karafili, sekreti që të mbron dhe të bën të pasur brenda 7 ditësh. Përshëndetje shpirtëra të bukur që po më dëgjoni sot. Sot do të zhytemi bashkë në një botë ku gjërat më të thjeshta të përditshme kthehen në porta magjike drejt një jete më të bollshme, më të mbrojtur dhe më të plotë. Nuk flasim për magji të komplikuar me qirim të zinj apo formula të gjata, flasim për hudhër, karafil dhe një çelës të thjeshtë. Objekte që i keni në shtëpi, që i prekni çdo ditë, por që kur i ngarkoni me qëllim dhe besim, bëhen talisman të fuqishëm. Këto rituale vijnë nga traditat e lashta popullore, nga Shqipëria jon, nga Ballkani, nga kultura mesdhetare e deri tek praktikat e lashta orientale. Ato nuk kërkojnë para, nuk kërkojnë mjete të shtrenjta. Kërkojnë vetëm një gjë, besimin tuaj të plotë. Sepse fuqia e vërtet nuk qëndron te objekti, qëndron te energjia që ju vendosni brenda tij. Ligji i tërheqjes thotë, ajo që mendon dhe ndjen me intensitet, ajo tërhiqet. Këto objekte thjesht bëhen akoma, kujtesa juaj e gjallë për atë që dëshironi të manifestoni. Sot do t'ju tregoj 3 rituale të fuqishme, hudhrën për mbrojtje absolute, karafilin për pasuri dhe bollët të pafund, dhe çelësin për të hapur dyert e mundësive të reja. Do t'i shpjegoj hap pas hapi, me detaje dhe pse funksionojnë, me shembuj real nga jeta e njerëzve që i kanë provuar dhe më e rëndësishmja, si t'i bëni pjesë të jetës suaj të përditshme. Pra, uluni rehat, mbyllni syt për një çast, merrni frym thellë dhe mos harroni të pëlqeni faqen tonë. Le të fillojmë këtë udhëtim transformues. Pika 1. Hudhra për mbrojtje. Le të nisim me ushtrinë më të lashtë mbrojtëse që natyra na ka dhënë, hudhrën. Në shumë kultura, hudhra është quajtur ruajtësja e shpirtit. Në Shqipërinë tonë popullore, gjyshet tona e varnin në derë për të larguar syrin e keq, xhelozinë dhe energjitë e rënda. Por sot nuk flasim vetëm për tradit, flasim për një ritual aktiv që ju bën ju vetë krijues të mbrojtjes suaj. Pse hudhra ka kaq fuqi? Hudhra ka një vibracion shumë të lartë, ajo është e fortë, e mbret, depërtuese. Në nivel energjetik, ajo vepron si një sfond që thith dhe neutralizon negativitetin. Kur dikush ju dërgon zili, kur dikush flet keq pas shpine, kur atmosfera në punë ose në familje fillon të rëndohet, hudhra e merr atë barë mbi vete. Si ta bëni ritualin? Merrni një thelb hudhre të freskët, të plotë, jo të qëruar plotësisht, lëreni me lëvoshkën e hollë. Mbajeni në dorën tuaj të majtë, sepse dora e majtë është porta e marrjes së energjisë. Mbyllni syt. Merrni frym thellë 3 herë. Pastaj thoni me zë të qartë, por të ulët, unë jam i mbrojtur plotësisht. Çdo energji negative, çdo zili, çdo zemërim që vjen drejt meje, kthehet në dritë ose largohet. Kjo hudhër është mburoja ime e gjallë. Përsëriteni këtë 3 herë, duke e ndjerë secilën fjalë si një shtresë të re mbrojtjeje rreth jush. Pastaj futeni thelbin në xhepin e majtë të pantallonave ose të këmishës, afër zemrës ose barkut. Mbajeni aty për 7 ditë, ose derisa ta ndjeni se ka bërë punën e vet, shenja që hudhra ka punuar. Mund të ndryshojë ngjyrë, bëhet më e verdhë, më e thatë, ose madje merr një erë më intensive. Kjo do të thotë se ka thithur negativitetin. Atëherë hidheni në ujë të rrjedhshëm ose digjeni duke thënë faleminderit që më mbrojtë. Zëvendësojeni menjëherë me një të re. Imagjinoni këtë, përdorni hudhrën edhe për shtëpinë, vendosni 2 thelbin në qoshet e dhomës së gjumit, ose varni një tuftë të vogël pranë derës. Do të krijoni një fushë mbrojtëse ku negativiteti i jashtëm nuk hyn dot. Kjo nuk është supersticion, është psikologji e thellë dhe energji. Kur besoni se jeni të mbrojtur, truri juaj ndalon së tërhequri situata që konfirmojnë frikën. Dhe kështu, realiteti ndryshon, tani që jemi të mbrojtur le të hapim portën e bollëkut. Pika 2. Karafili për pasuri. Tani vjen mbreti i bollëkut, karafili i tharë, ai karafili vogël që e keni në kuzhinë për çaj ose ëmbëlsira. Në traditat e vjetra, karafili lidhet me pasuri, stabilitet dhe fat të mirë. Ka erë të ngrohtë, tërheqëse, simbol i tërheqjes së gjërave të mira. Në disa kultura, thuhet se karafili zgjon qarkullimin e energjisë së bollëkut. Rituali bazë që do të bëjmë sot është i thjeshtë, por shumë i fuqishëm.
Merrni saktësisht 7 kokra karafili të plota. 7 është numër magjik, plotësim, cikël i plot. Vendosini në dorën e majtë. Mbyllni sytë. Merrni frymë thellë. Imagjinoni një dritë ari që vjen nga qielli dhe futet në trupin tuaj, duke mbushur portofolin, llogarinë bankare, tryezën e punës me para dhe mundësi. Pastaj thoni 3 herë me bindje të plotë, unë tërheq pasuri të pafundme. Paraja vjen tek unë lehtë, me gëzim dhe në sasi të madhe. Unë jam i denjë për bollë. Faleminderit univers. Ndjeni fjalët si një urdhër që universi tashmë po e plotëson. Pastaj futini 7 karafilat në një qese të vogël pëlhure, ose thjesht në xhepin e majtë të pantallonave ose xhaketës. Mbajini aty për 21 ditë ose derisa të vini re shenja të bollëkut, një pagesë e papritur, një mundësi pune, një dhuratë e papritur. Pse 7? Sepse 7 ditë krijimi, 7 ngjyra ylberi, 7 çakra, është numër i plotësimit. Pse dora e majtë? Sepse është ana marrëse. Pse xhepi i majtë? Afër zemrës, vendi ku lind dëshira e vërtet, shembull, një burr humbi punën. Filloi ritualin me karafil. Çdo mëngjes e mbante në xhep dhe përsëriste afirmacionin. Pas 18 ditësh, mori 2 oferta pune, njëra me rrogë më të lartë se e vjetra. Ai thot, nuk e di nëse karafili solli parat, por sigurisht solli besimin tim se meritoj bollë. Për ta bërë edhe më të fortë, vendosni karafil në portofolin tuaj, jo shumë, 3-4 kokra, ose në sirtarin ku mbani faturat. Do të programoj atë hapësirë për qarkullim të shpejtë të parave, kujtes, besimi është qelësi. Nëse e bëni ritualin duke menduar, kjo nuk funksionon, energjia bllokohet. Bëjeni me gëzim, me siguri absolute, tani që kemi mbrojtje dhe bollët le të hapin dyert që ende nuk i kemi parë. Pika 3. Qelësi për mundësi të reja. Dhe tani rituali im i preferuar, qelësi. Qelësi është simboli universal i hapjes. Ai hap dyert fizike, por edhe ato të padukshmet, punë të re, marrëdhënie të reja, shtëpi të re, udhëtime, sukses. Për këtë ritual zgjidhni një qelës të bukur, mund të jetë i vjetër, por idealisht ngjyrë ari ose argjendi, ato ngjyra përforcojnë energjinë e bollkut dhe suksesit. Merrni një shiri të gjelbër, jeshile është ngjyra e rritjes, e paras, e shpresës. Lidheni shiritin rreth qelësit me 3 nyje. Çdo nyjë simbolizon një hap. Nyja e parë, unë hap dyert e mundësive që më presin. Nyja e dytë, unë jam gati dhe i denjë për atë që vjen. Nyja e tretë, faleminderit që këto dyert tashmë po hapen. Mbajeni qelësin me vete gjatë ditës, në xhep, në çantë, ose natën vendoseni në një jashtë. Ëndrat tuaja do të bëhen më të qarta, do të merrni ide të papritura, do të takoni njerëz kyç, një grua donte të hapte biznesin e vet e mbante qelësin me shirit jeshil në çantë për 30 ditë. Papritur mori një mesazh nga një ish kolege që i ofroi partneritet. Sot biznesi i saj po rritet. Qelësi nuk hapi derën fizike, por hapi mendjen e saj për mundësi. Përsëriteni afirmacionin çdo mëngjes duke e mbajtur qelësin, sot hapen dyert e mia. Unë i shoh, i pranoj, i jetoj. Pjesa përfundimtare. Të dashur miq, kemi arritur në fund të këtij udhëtimi, por ky është vetëm fillimi i udhëtimit tuaj. Hudhra ju mbron. Karafili ju sjell bollë. Qelësi ju hap dyert. Por mbani mend gjithmonë, objektet janë vetëm mjete. Fuqia e vërtet është besimi juaj, qëllimi juaj i pastër, ndjenja e falënderimit që mbani çdo ditë. Kur i bëni këto rituale, mos prisni magji të menjëhershme si në filma. Ato punojnë gradualisht, si fara që mbillet dhe rritet. Një ditë do të shikoni prapa dhe do të thoni, "Oh, si ndodhi kjo?" Ndani këtë video me dikë që ka nevojë për mbrojtje, bollëk ose një derë të re. Duke ndarë energji pozitive, ju e shumëfishoni atë për veten dhe për të tjerët. Nëse ju pëlqeu, lini një like, abonohuni dhe më tregoni në komente, cilin ritual do ta provoni të parin. Unë ju pres aty, ju u dua shumë. Jini të mbrojtur, të bollshëm dhe të hapur ndaj mrekullive. Miru takofshim. Deri herën tjetër.